Vihet në pranga një 21 vjeçar që shpërndante doza kanabis në qytetin e Vlorës, sekuestrohen 60 doza me lëndë narkotike kanabis sativa, gati për shitje. Forca e posaçme shqiponja në vijim të kontrolleve intensive për evidentimin dhe goditjen e paligjshmërive, garantimin e rendit dhe sigurisë, si dhe parandalimin e shpërndarjes së lëndëve narkotike, veçanërisht në zonat urbane dhe turistike, ka vijuar të ushtrojë kontrolle në lagjet të ndryshme të qytetit, ku si rezultat, në lagjen 28 nëntori në Vlorë, u kap në flagrancë shtetasi me iniciale RK, 21 vjeç, banues të lagjen Kushtrimi, i cili dyshohet se e ndante lëndë narkotike në doza dhe e shiste atë në zona të ndryshme të qytetit. Gjatë kontrollit fizik, këtij shtetasi u gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale 60 doza lëndë narkotike të llojit kanabis sativa. Në përfundim të veprimeve procedurale nga specialistët për hetimin e narkotikëve të Drejtorisë Vendore të Policisë Vlorë, u bë arrestimi i këtij shtetasi për veprën penale, prodhimi dhe shitja e lëndëve narkotike. Materialet ju referuan prokurorisë për veprime të mëtejshme.